Mirë se keni ardhur në këtë ekspozitë e para llojit të tillë që prezantohet në qendër të qytetit tonë. Këtu janë të prezantuar 24 piktura të ndryshme nga 8 artiste femra nga Bujanovce dhe Prishtina. 8 femrat përmes këtyre pikturave prezantojnë para publikut të qytetit të Bujanovcet me një teknikë të veçantë të përdorimit të panelit dhe ngjyrave. Në këtë ekspozitë paraqiten 24 vepra të ndryshme me identitet dhe vlera të veçanta. Ky event i rëndësishëm nuk është thjesht një demonstrim i vlerave të artit pamor, ku artistët shkëmbejnë eksperiencat artistike mes njëri tjetrit, por edhe një tribunë e diskutimit, ku ata shprehin mendimet dhe promovojnë vlerat e trashëgimisë kulturore. Kjo ekspozitë të femrat është organizuar nga shoqata Art Space dhe qëllimi i kësaj ekspozite është të kemi një ndryshim sa i përket aktiviteteve kulturore. Ku shumica bëhen në ambientet e mbyllura, kurse ne kemi zgjedhur si një ambient të hapur të i paraqesim vlerat e artistëve femra. Dhe tani ja jap fjalën profesorit Bejzat Avdiu. Zonja e gjithërit përshëndetje, i një që kene ardhur. Të dashur dhe të respektuar dhe që mirë pa ardhur. Kjo ekspozitë e më ekolushme me motive të nërmishme ka apër mesazhin e tyre përmësi se në këtë të nëzira e tyre të sovë dimore e polnik një generat e re e cila të vërtet kultivon art, kulturë dhe shketë. Prandaj, në këtë ekspozitë marrin pjesë Esa Sofjane, Esiana Kriziu, Lertina Lureka, Ettore Fezolante, Lorneta Artili, Mimoza Asani, Shkute Bukujevci dhe Shkute Arabuqe. Njëheri të shkute rasti që Akademia Stua, e cila njërën me kodimimin dhe arsinimin e talenit të ri, që andaje Lorneta Artili në mënyrë që ushej familjenimi, ushej respekti dhe ushej për suksesit të ardhme. E lutem Lornetën dhe tale të planoje për lopjen. Në këtë përgjogje në të tjera duke, Akademia Stua qenë aktiva arsimore për talentet e ri në planot të ndajnë në gjogje. Për piktore Leonera Artili, është pa piktore Arndalis në fushën e pikturës. Faleminderit shumë. Absolutely.